Maritim Plaza Hotel në Tiranë është kthyer prej vitesh në shtëpinë mikpritëse të artistëve të Penelit. Një sipërfaqe konsiderueshme plot dritë dhe arkitekturë moderne me bujari të admirueshme, është vend në shërbim të piktorëve për të ekspozuar veprat e tyre. Ajo ngjan si një galeri arti ku sundohen ngjyrat dhe motivet e larmishme nga vendet historike dhe turistike të Shqipërisë, portretet dhe natyrat e qeta. Artisti i mirënjohur Agim Sulaj është rikthyer në Maritim Plaza Hotel për të nëntin vitrazi me ekspozitën Rranjët. Ky emërtim është një metaforë që flet për lidhjet e ngushta të artistit që punon e jeton në Europë me atë dheun e tij. Gjatë gjithë vitit, ky kënd është dedikuar piktorëve. Kemi nisur me Gimin. Gimi është edhe një mik personal, familjarisht i joni, por e kemi vazhduar dhe me të tjerë, sepse është minimumin që mund të bëjnë për njerëzit e artit, për njerëzit që i japin goxha vlera. Jo vetëm në edukim, por dhe në një farë kështu paqe sociale për shoqërinë dhe për të artën e saj. Normalisht, kontributi që jep arti në zhvillimin e vendit është vërtet shumë i rëndësishëm. Në fakt, edhe në biznes, nuk është çdo marrëdhënie thjesht para dhe marrëdhënie biznes, sepse në thelb vlerat që përçojnë në shoqëri janë shumë më tepër se sa disa mijëra euro që mund të fitoheshin gjatë vitit në këtë lloj menaxhimi. Dhe kështu që në parimin ton ne kemi bërë për mbështetur shumë artistë, parin kemi Gimin, për shumë arsye, thash, edhe një nga piktorët më të mirë, më të adhuruar, por dhe shumë të tjerë që kemi dhënë këtë mundësi në mënyrë modeste për aq sa mund t'i ndihmojmë. Ajo që kemi parë dhe që kemi përfituar mbrapsht ka qenë një mirënjohje shumë e madhe nga të gjithë, pa përjashtim, por dhe ka pas edhe efekt faktikisht, qoftë në numrin e vizitorëve që vinë te plaza, qoftë dhe në jemi ndjerë mirë sepse edhe publiku edhe artdashësit që kanë ardhur e kanë parë, po edhe artistët që i kanë bërë këto vepra të mrekullueshme janë ndjerë të dyja palët mirë dhe për ne kjo është një kënaqësi 10 fish ose 100 fish në raport me disa pare që mund të merrim. Faleminderit Gimit dhe tjerëve që kanë zgjedhur plazën për të shfaqur. Faleminderit juve dhe ty sidomos për që më keni mbështetur në krimtarinë. Kjo është e vërtetë. Edhe në artin tim. Peneli Sulajt ka kapërcyer kufit e vetlinjës për të hyrë në panteonin e artistëve me famë botërore. Piktori dhe karikatoristi Agim Sulaj, fituesi 270 çmimeve ndërkombëtare, ka vendosur një rekord të papërsëritshëm për artin shqiptar. Ai ka ekspozuar disa herë edhe në Kinë, ku është shndëruar me çmime prestigjioze. Agim Sulaj prej shumë dekadash është një emër i madh i botës së artit, një artist i mirënjohur, artist me kostum europian, por me identitet të spikatur shqiptar, i shkollës artit shqiptar dhe i shkollës Vlorës, siç konsiderohen artistat e mirënjohur të qytetit bregdetar. Cili është rrugtimi juaj artistik? Unë ju falenderoj për ardhjen në këtë ekspozit. Kam lindur në Tiranë dhe pastaj familja ime i matu transferuar në qytetin e Vlorës, ku u rita deri në moshën 14 vjeç dhe pastaj erdha përsëri për të vazhduar liceun në Tiranë. Gjithë krimtaria ime, unë e kam vënë re veten, e shikoj her pas here kur kthehem, kështu që xhiroj të kaluarën time, ka qenë një njeri me laps në dorë, me letra, me akuarele, siç ka qenë gjithë pasionet e shumë shokëve të asaj moshe. Unë kisha shansin që me pak disa të tjerë vazhduam përpara me fjalë krimtarin, artin, vizatimin. Vlora në ato vite ishte një qytet dhe një laborator i mrekullueshëm, prandaj quhet edhe më pak lindi i shkollës Vlorës. Pse? Se plotësonte gamën koloristike në mënyrë të mrekullueshme, plenerin, dhe do të shkojë bregdetin e Vlorës të mrekullueshëm në ato vite, gjithë artistë duke pikturuar, jo të ky Shkëmbinj, jo të Tregurët, jo të Panta Tynelit, jo të Zhironi. Pse? Se të ofronte deti dhe dallgët dhe Shkëmbijt e bardhë të ofronin një Vlorë të mrekullueshme, një plener dhe një gamë poetike të mrekullueshme. Gati në kufit e një kartoline në thonjza, mund ta quajmë atë natyrën e Vlorës. Më pas krimtaria ime vazhdoi në Tiranë, siç e thash, që erdha këtu, vazhdova liceun e natës, jo të ditës, ku rita artistikisht, kam pikturuar ato vite paradite me fjalë, mbazite isha në shkollë, me penë dhe me laps dhe akuarele në dorë, ato të paktat siç ishin atë periudhë, gjithë Tiranën e bukur me rrugicat, me pemë të vjeshtës, me pemë të pranverës, me pazarin e ri, me ato fshatarë që shisin gjërat e freskëta. Kjo ishte natyra dhe realiteti ishin në krimtaria ime
që preke me dorë, e shikoja dhe e bëja në letër. Dhe njëkohësisht ka qenë edhe një laborator shumë i fortë që mua më desh me vonë kur fillova karikaturën te revista Osteni. Prezantimi te karikatura e im te revista Osteni ishte rastësor. Fillova si rastësi Sabaudin Xhaferi, karikaturist dhe i njohur me një fjalë atyre viteve, më thot, ajde po shkoj te revista Osteni, thot, ajde të prezantoj të bësh aty ndonjë ilustrim. Fillimisht ishte për të bërë ndonjë ilustrim. I thash, po mos di të bëj karikaturë, po ajde ta filloj një. Dhe unë faktikisht e kam filluar me revistën Osteni, bashkëpunimi shumë dashamirësh në kohën e Niko Nikollës, Dimit të Ligorit, Ilir Pojani që me mikpritën kështu, kishte shumë dashamirësi me kolegët atëherë. Është një rast i rrallë që aso kohë vetëm në moshën 17 vjeçare ju fituat çmim në revistën kombëtare Osteni. Po, ka qenë çmimi i parë dhe një revista Osteni çdo fund viti kishte tamam një platformë çmimesh për humorin dhe për karikaturistët. Dhe fitova ndër të rinjt, fitova një çmim inkurajues quaj atëherë mbi një ilustrim timin për botën e kapitalit tani ose nuk më kujtohet tamam. Ky ka qenë vlerësimi im i parë dhe i ruaj ato diplomat i kam atje në qytetin e Vlorë, disa dhe në Itali, si shenja të një krijtarie ime. Dita e parë e diplomës për mua dhe këtij çmimi ishte një inkurajim goxha më tepër për të punuar më shumë. Dhe pastaj në fillim të viteve 90, Agim Sulej, një artist shqiptar i formuar me rrugën drejt Europës, drejt Italisë, për të mbajtur si frymëzim të përhershëm dhe si motiv të përhershëm simbolik valigjen e emigrantit. Një valigje që ka bërë të famshëm, ju ka dhënë emër. Më ka dhënë fat, më ka sjell fat vërtet valigja. E cila fati i asaj valigje, shtëpia valigje, që më pas do t'ju tregoj dhe historinë e saj, se ka pasur shumë evente dhe vlerësime. Ika me atë për një ekspozit në qytetin e Riminit. Mbi karikaturën shqiptare, çfarë ishte botuar në revistën Ostenit atyre vite komunizmit, unë i ekspozova në Riminit Italisë. Në një event të madh që bëjnë ata çdo vit, që quhet Meeting Miqësia midis popujve. U inserova në atë event vetëm me karikaturat e botuar te Osteni, bëri shumë sukses dhe në kohën që Shqipëria ishte në tranzicion, s'kam pas ndonjë dëshirë për t'u larguar vërtet përfundimisht. Po që në ato vite unë s'kisha as studio, as gjë, jeta artistike ishte e vakër, edhe thash po qëndroj një farë kohë në Itali me familje sa të stabilizohet dhe atë dheu me fjalë. Ndërkohë që prisja të stabilizohet atë dheu, po stabilizohesha unë në Itali me familje, kështu që erdhi natyrshme që unë të vazhdoj atje, duke u kthyer pastaj me valigjen, historitë e valigjes ku brenda bën një pjesë pikturat në tablo dhe mbi qytetin e Bregdetit të Vlorës dhe me fëmijërinë time të kaluar në Vlorë, plus edhe me konkurimet e tjera ndërkombëtare në karikaturë që më shollën me njëherë vlerësime ndërkombëtare që unë edhe nuk i mendoja me një fjalë. Kjo tregon aftësinë time si krijues, por njëkohësisht tregon edhe aftësinë e revistës Osteni që lindi një brez të shëndetshëm, karikaturistët të cilët unë i kam pasur dhe shok. Duke filluar të parin, fati im i parë ishte Zeb Vunçi. E kam takuar të zyrat e pa të revistës Osteni, si shtash Dimit të Ligori, si shtash Tef Palushi, si shtash pastaj Vasil Lalo, Ilir Pojani, Koço Devole. Po ashtu kam njohur dhe në këtë bashkëpunim dhe artistë të humorit dhe të satirës, që shkruan i me shkrime si Gaço Veshi, Dionis Bubani, Filip Cakuli, të gjitha këto ishin personalitetet të atyre vite që unë u rita në fazën e humorit. Dhe më ndihmoi dhe për të bërë karikaturën, pse se fabula që gjenim ne në ato vite ishte një mesazh shumë ndërkombëtar dhe unë e kisha në brenda time. Te Osteni zbulova që unë isha edhe karikaturist i Zotit, nuk e dija. Këtë më ka bërë kryesore që më ka dhënë Osteni. Besoj Sulej ndihet i vlerësuar dhe i shpërblyer me çmimet e shumta që ka marrë në Europë dhe kontinentet e tjera. Madje prej vitesh ju keni ekspozuar, jeni një emër njohur dhe fitues i çmimeve edhe në Kinë. Kina ka qenë në vazhdën e eventeve ndërkombëtare, si thash, të pjesëmarrjes në konkurimet botërore. Ka filluar prej gati 10 vjetësh edhe Kina të futet me shumë dinjitet dhe me shumë forcë dhe me shumë bukuri, me një fjalë gjë të prekshme në ambiente dhe në muze madhështor të dedikuar artit të pikturës, artit të grafikës, artit të humorit dhe karikaturës në mënyrë të veçantë. Janë të shpërndarë në qytete të ndryshme, duke filluar që në Shangaj, Yanjing edhe në qytete të tjera të rëndësishme të Kinës. Ata, për vetë madhësinë e tyre, bëjnë dhe gjërat madhështore me një fjalë. Dhe
i fundit çmim që ka marrë unë, po i kthejmë përsëri valizhën. Pse se valizha më kujton gjithmonë që ti mund të më mishëroj, bile më quajnë në Itali dhe njeriu me valizhë ndonjëherë. Valizha shtëpi. Valizha shtëpi. Ajo tashmë ajo vepër bën pjesë e muzeut Jan Zing të karikaturës dhe kam edhe diplomën me një fjalë që më erdhi dhe së shpejti do më vi dhe katalogu me gjithë të tjerat me një fjalë gjëra dhurata të tjera. Dhe kjo është një vlerë jo vetëm për krijimtarin tim, e quaj unë personale dhe satisfaksion, po dhe për artin shqiptar, që unë me mundësitë e mia dhe me dëshirën time për hap dhe në çik Shqipëri me këto çmime, kur dhe lexojnë emrin për shembull shikojnë që nga vjen dhe nga Shqipëria. Dhe me një vepër simbolike që na karakterizon ne gjithë këto vite me fjalë, 30 vite që mbas viteve 90, kjo valizhe na karakterizon. Se kemi qenë gjithmonë midis të rim, të ikim, të mbushim valizhen apo ta lëm bosh. Pikërisht tek simbolika e valixhes, një artist shqiptar që rrugton nga Italia drejt Pekinit, drejt Kinës, ashtu që ka ndodhur me artistët tjerë, Alfred Mirashi Milot apo Helidon Xhixha, që arti i tyre është prezent në muzeet e Kinës. Ata e kanë bërë, i kam kolegë dhe më vjen shumë mirë që ata në llojin e tyre të artit kanë lënë një shenjë Shqipërie, se është dhe një shenjë Shqipërie kur lihet në muzeet e një shteti, dhe i kanë përgëzuar gjithmonë për arritjet edhe gjetjet e tyre, sepse vlera e të mbajturit mend të një tablo është gjetja. Nuk është të bërit bukur një pejsazh ose një valizhe është simbolika, po. Si ju keni valixhet, valixha si shtëpi, po tjetri bën Chelsea-n e madh, për shembull, tjetri bën atë xhamin, thyrjen e dritës. Thyrjen e dritës. Dhe këto tregojnë që Shqipëria ka talente, po që duhet ndoshta ka ardhur momenti që të thuhet që është momenti që dhe Shqipëria vetë të prezantojë, t'ju hap muzera këtyre artistëve, t'ju krijoj mundësira këtyre artistëve. Kjo është një mundësi vetjake që unë gjej nëpërmjet miqësisë, siç e kanë gjetur artistë të tjerë, por këtu duhet të dhe Ministritë e Kulturës, Arti Kulturës, shteti me fjalë që të ndihmojë dhe t'i përkrah, që të mbetet ajo valizhe të kthehet në vendin e saj një ditë në murin e saj për të varur. Në Kinë jam prezent me krijimtarinë dhe pjesëmarrjet e mia më shumë se prej 10 vjetësh. Por që mund të përmend edhe një çmim tjetër, përveç valizhes, këtu që fola pak më parë, shtëpia valizhe, mund të përmend edhe një konkurim me humor, të humorit që ata ja dedikuan filozofit të madh kines, që është i ndërkombëtar me një fjalë mjaft i njohur, që mesazhet e tij dhe filozofia e tij janë ndihmë edhe për ne, për jetën ku jetojmë dhe të Konfucit të famshëm. Dhe unë e kam realizuar si një, po u them kështu, po që ndoshta duhet parë origjinali, si që themi ne ato luanët e dera që troket e dera, për të hyrë brenda në një derë të kuqe, bëra derën e kuqe. Atje ku troket për të futur brenda është portreti i Konfucit, që ti troket dhe nëpërmjet Konfucit i futesh në Kinë. Kjo është gjetja e kësaj vepre, e cila është vlerësuar edhe me çmim. Në të parat me një fjalë. Një metaforë e fuqishme dhe shumë domethënëse. Është domethënëse. Po vjen pikërisht bazën e kanë edhe në portat tona, që jemi rritur dikur që trokisim me ato që i keni pas në Shkodër, në Vlorë, ku do kanë që ato dyert e drasave që trokisim e mirdita mund të futemi. Një artist shqiptar dhe një filozof i madh kinez çelin portat e Kinës, bashkojnë kontinentet. Jo, jam i lumtur kur fiton, sidomos me këto personalitete siç është Konfuci, që janë njerëz gjysmë perëndit, ta quajmë kështu në kuptimin e vërtet të fjalës, filozof të famshëm, dhe kur fiton që mbahesh mend mbi portretin që i ke bërë atij, gjetjen që i ke bërë atij, mesazhin që ka dhënë për Konfucin është kënaqësi vërtet për artistin, është i realizuar dhe artisti. Kina në një zhvillim të vrushëm, marrëmendës, është e hapur prej vitesh ndaj artit, kulturave dhe besoj është kthyer në një shkollë. Kina ka qenë gjithmonë me artin e saj, që në ato penelat që ngjyhesh bile dhe në boja e Kinës, na Kina vjen ajo boja pigmenti ne vizatoni pastaj me penë. Ndërsa Kina e përdorte për të dhënë ato mesazhet e forta me atë penelin e bukur të zi që ngjyret edhe me një shenjë. Ka shenjën. Arti i Kinës ka pasur shenjë më shumë se sa detajin. Ne kemi detajin si Europë, ndërsa Kina ka shenjën të qëllon me atë vup, që dhe flet dhe dërgon mesazh. Me presionin që i bën penelit mbi letrën, mbi atë letrën e bukur me oris, që ne nuk e ka pasur bile në shumë konkurse ndërkombëtare, kur kam qenë edhe kështu pjesëmarrës që në zhuri që vlerësonin punimet, kur vinin në artistët e Kinës, ishin letra orizi, ndryshe nga të gjithë të tjerët. Letra të vogla, elegante dhe me vullën tamam të tyren.
Pastaj arti i Kinës, ne kemi pasur ta quajmë çik në artin e realizmit socialist, siç ishte në Shqipëri, na bashkon dhe Kina ka pasur një lloj arti të tillë. Po gjithmonë me piktor shumë të zotë, siç kemi ne për shembull këtu Guri Madhin ose Nezhmedi Zajmin apo Fatmira Xhiun që i mbajmë, dhe ata kanë pasur piktor që pikturonin Maon ose ata heronjtë e tyre të udhëheqësit e asaj periudhe, po të pikturë shumë e bukur në palet, shumë e dashur, shumë popullore. Dhe mua më ka bërë gjithmonë përshtypje, plus pastaj ilustrimet e atyre reve dhe mjergullës, që her pas here shfaqin ata heronjt, mikuaj, dhe ato malet që largohen në sfumime me ca pisha të holla, mua më ngacmon gjithmonë. Pa përmendur pastaj në artin artizanal të tyre në porcelan që janë magjikër vërtet, por dhe mjeshtërinë e tyre të famshme në akuarel, me Qibajshin dhe me shumë të tjerë mjeshtër që i kanë dhënë shkollës së akuarel të artistë të jashtëzakonshëm. Është një qytet i madh, një shtet i madh, i jashtëzakonshëm, ku seleksioni ishte shumë i madh dhe ai që del është vërtet për të admiruar. I nderuar Sulaj, ishte kënaqësi që realizuam së bashku këtë intervistë dhe uroj që t'jeni besnik i rrënjeve tua, i identitetit shqiptar. Faleminderit shumë, mirë se erdhe.